Ora 16, edicioni qendror I lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Pendimit, po takohemi në edicionin qendror të lajmeve të orës 16. Në këtë edicion do të tjera do të ndëgjoni. Diçka e papritur mes Kosovës dhe Serbisë, Daçeq dhe Thaçi u pajtuan për nisjen e autostradës Prishtinë-Nish. Në SBA dënohet regjisori I filmit anti-islam. Të nderuar dëgjues, nga lajmet për Kosovën raporton përmëgjërësisht gazetarja jon nga Prishtina, Dina Raci. Përshëndetje. Përshëndetje, nderuar I valla. Motër, cilat janë lajmet më kryesore të cilat e kanë përcjellur apo pritet ta përcjellin Kosovën? Po, I nderuar I Naim, nga Kosova veçojmë këto dy lajme, takimin ndërmjet kryeministrit të Thaçit dhe Daçit, të cilat janë pajtuar për nisjen e autostradës Prishtinë-Nish. Si dhe lajmi tjetër vjen nga Keku, ku brenda ditës punësohen mbi 600 persona. Faleminderit motër Dina, ne vazhdojmë tutje me gazetarin tjetër I cili na sjell informacionet nga Maqedonia dhe bota islame me Hysen Hasanin. Përshëndetje vëllai nderuar. Përshëndetje. Cilat janë ngjarjet e fundit nga Maqedonia dhe bota islame nderuari Hysen Hasani? Nga Maqedonia kemi këtë lajm. Autostrada e Bllacës pa buxhet edhe vitin e ardhshëm. Kurse nga bota islame opozita siriane fillon zgjedhjen dhe udhëheqësisë së re, prototipi I tankës turke Altay është I gatshëm dhe SBA dënohet regjisori I filmit anti-islam. Faleminderit, ne vazhdojmë tutje me edicionin qendror të lajmeve të orës 16 në Radio Pendimi. Palët pajtohen për nisjen e autostradës Prishtinë-Nish. Kosova e Serbia do të lidhen me autostradë. Lajmi I papritur ka dalur pas darkës së punës ndërmjet kryeministrit Thaçi dhe kryeministrit serb Daçiq në ndërmjetësimin e shefis për politikën e jashtme të sigurisë së BE-s Catherine Ashton. Të dyja palët janë pajtuar për të pasur një ekip të punës të përbashkët teknik për të përgatitur një studim fizibiliteti për autostradën Nish-Prishtinë. Ka thënë Ashton pas takimit. Pritet që kjo të financohet nga BE-ja, raportojnë mediat. Ajo gjithashtu ka theksuar se të gjithë janë pajtuar që të vazhdoj puna për implementimin e marrëveshjeve të arritura. Në tekst të veçantë, ajo për menaxhimin e integrimit tek vjerët. Keku punson brenda ditës mbi 600 persona. Korporata energjetike e Kosovës I ka punësuar pa konkurs mbi 600 punëtorë. Ata janë punësuar për punë specifike me kontrata mbi vepër dhe do të jenë të angazhuar për ruajtjen dhe sigurimin e objekteve të kësaj korporate. Punojnë si të angazhuar, nga Keku deri më tani kanë qenë punëtorë të kompanisë Besa Security, e cila e kishte kontratën e fundit për ruajtjen dhe sigurimin e objekteve të Kekut. Këta punëtor kanë njësur punën në menaxhimin e direkt të Kekut, që nga 1 nëntori, kur ka përfunduar kontrata me kompaninë e sigurimeve Besa Security. Bashkimi Evropian I kërkon Shqipërisë të plotësojë kushtet deri me 20 nëntor. Brukseli pret plotësimin e 3 kushteve të mbetura para 20 nëntorit në mënyrë që raporti dhe rekomandimi I Komisionit Evropian për dhënien e statusit të vendit kandidat Shqipërisë të hyjë në agjendën e samitit të dhjetorit. Këto zhvillime të pritshme dhe situata në Shqipëri mbeten motivi I takimeve të ministrës së integrimit evropian Majlinda Bregu me përfaqësues të Komisionit, Parlamentit dhe të presidencës shqipriote të BE-s. Shkup. Autostrada e Bllacës pa buxhet edhe vitin e ardhshëm. Autostrada prej 13 kilometrash nga qarkorja e Shkupit deri në Bllace asesi të përfshihet në buxhetet e shtetit. Edhe në vitin 2013 do të tentohet që të jepet dikujt me koncesion, përkundër dështimit të 2 tendereve këtë vit. Në Ministrinë e Ekonomisë madje thonë se punimet do të mund të fillojnë në vitin 2014. Në SBA dënohet regjisori I filmit anti-islam. Shtetësi amerikan që dyshohet si producent I filmit anti-islam, që shkaktoi protesta masive në vendet e lindjes së mesme, është dënuar me 1 vit burg për shkelje të lirimit me kusht. Ai u dënuar nga një gjyqtar në Kaliforni, pasi pranoi 4 shkelje të kryera prej tij të një dënimi të dhënë në vitin 2010 për mashtrim. Asnjë nga akuzat nuk lidhet me përmbajtjen e filmit kontrovers dhe shpifës. Opozita siriane fillon zgjedhjen e udhëheqësisë së re. Grupet kryesore opozitare siriane filluan sot në Katar votimin për një udhëheqësi të re.
rreth 400 antar të Këshillit Kombëtar Sirian duhet të zgjidhin nga 29 listat të grupeve opozitare, që nga ata që njihen si liberalet e deri te vllazëria muslimane. Përderisa zhvillohej procesi i votimit për sekretariatin e përgjithshëm prej 40 antarëve, shefi i Ligës Arabe Nabil Al-Arabi kërkoi bashkim të opozitës kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Është e rëndësishme që vizionet e opozitës të bashkohen, veçanërisht pasi të gjithë e dimë që regjimi në Siri nuk do të mbetet për një kohë të gjatë dhe se një ditë do të ketë një situatë të re në Siri, tha Arabi para reporterëve në Kairo. Ai pritet që të marrë pjesë nesër në një takim më të gjerë të thirrur nga Liga Arabe në Katar në një spektër të gjerë të grupeve opozitare siriane. Prototipi i tankës turke Altay është i gatshëm. Prototipi i tankës së parë me prodhim vendor me emrin Altay është projekt kyç për strategjinë e mbrojtjes nacionale. Tankun luftarak me emrin Altay e kanë dizajnuar inxhinierët turk. Të gjithë patentat që kanë të bëjnë me këtë projekt i takojnë vetëm Turqisë. Kjo me arsyeën që të zvogëlohet varësia nga teknologjia e huaj. Gypin e kalibrit 120 mm e kanë prodhuar Agjensioni i Industrisë Makinerike dhe Kimike në Kirikelea. Gjuajtjet testuese kanë dalë me shumë sukses. Tanku është imbuluar me një lloj të ri të blinduar në përbërje me borin dhe karibitin. Në të janë inkorporuar edhe platforma me mitralo stabil dhe me volkan sistemin për kontrollimin e flakës të cilën e ka prodhuar Eselsan. Prototipi i tankës turke do të promovohet në publik me 15 nëntor në ceremoninë që do të merr pjesë edhe kryeministri Recep Tayyip Erdogan. Në fazën e parë të projektit do të prodhohen 250 tanke Altay, ndërsa fillimi i prodhimit masiv pritet në vitin 2017. Të nderuar dëgjues, këtë në fund arritëm edhe deri tek parashikimi i motit që në këto momente sipas meteorologëve në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinën, temperaturat janë 8 gradë Celsius vranësira dhe diell, ndërsa në Tiranë 17 gradë Celsius me diell dhe Shkupi ka 10 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin qendror të lajmeve të orës 16 në Radio Pendim. Lajmet u përgatiten nga Naim Hoxha, Hysen Hasani dhe Dina Raci.